Njëra prej sfidave kryesore është edhe kjo. Komunikimi me platformat sociale gjithmonë ka qenë i vështirë në kuptimin e marrjes informatave që neve na duhen. Ne i drejtohemi platformave që janë rrjeteve sociale në përgjithësi. Procedura shkon në këtë formë, ne i drejtohemi me kërkesë Ministrisë së Drejtësisë, Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, kur dëshirojnë të marrim informacione qoftë prej Facebooku, sepse ata kanë një server qendror, prej cilëve duhet edhe një zyrë ligjore, prej cilëve duhet kërkohet informacione. Megjithatë, politikat e privatësisë që ndjekin këto platforma ose rrjete sociale janë rigoroze dhe mjaft vështira. Prandaj edhe informacionet i kemi vështirë me i marrë. Në anën tjetër, Ramadani thot se shumë fëmijë u bashkohen trendeve në internet, duke shtuar se tashmë edhe hapësira ku mund të kryhen veprat penale kanë ndryshuar. Në këtë rast shumë fëmijë për shkak të konkurrencës, për shkak të imitimit, për shkak të ndikimit nga modele të tjera, për shkak që ata i ekspozohen për mbajtjeve të tilla, shpeshherë fëmijët, do të thotë jo shpeshherë, po shumë herë po thuaj se fëmijët janë njerëz që kopjojnë nga të tjerët. Nuk është që ata vetveti arrin të vendosin trendet, standardet, por ata e gjejnë veten duke i observuar standarde, modele të caktuara. Interneti në mënyrë i ka shkri dallimet mes shtëpisë, rrugës dhe shkollës. Pse? Të kaluarën, kur thash nga situatat e ngacmimit fizik, përvojat e fëmijëve, përjetimet e tyre në shkolla, kanë mbetur në shkollë. Ka ndodhur që nuk e ke pa më shokun e klasës pasi ke përfunduar mësimin. Por me ardhen e internetit, fëmijët janë non-stop në kontakt me njëri tjetrin.